Në episodin më të ri të serialit të Braktisur, situata bëhet e frikshme kur Devran papritur ndihet keq dhe fillon të rrijë gjatë nga hunda. Të gjithë rreth tij shqetësohen dhe përpiqen ta ndihmojnë, ndërsa kërkojnë menjëherë që të thirret ambulanca. Aziza ndodhet pranë tij dhe pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, nuk mund ta fshehë shqetësimin. Ajo përpiqet ta ndihmojë Devranin dhe kërkon të kuptojë se çfarë i ka ndodhur. Devran këmbgul se është mirë dhe nuk dëshiron të shkojë në spital, por të gjithë e kuptojnë se gjendja e tij nuk është as pak normale. Situata bëhet edhe më emocionale kur Pervini, nena e tij, shqetësohet për Devranin dhe pyet se çfarë i ka ndodhur. Por çfarë fshihet pas gjendjes së papritur të Devranit? A është thjesht një moment i keq apo diçka më serioze që e shqetëson? Situata shpërthen në një skenë të tensionuar kur familjarët përballen me Melisin dhe Xhemalin. Debatet dhe akuzat nisin menjëherë, ndërsa të gjithë kërkojnë të dinë se çfarë po ndodh dhe pse kjo histori është mbajtur e fshehtë. Të pranishmit fillojnë të bëjnë pyetje dhe madje hedhin dyshime se Melis mund të jetë detyruar të marrë një vendim kundër dëshirës së saj. Por Melis nuk pranon të eshtme. Përballë të gjithëve, ajo shpërthen dhe e bën të qartë se askush nuk po e detyron të martohet dhe askush nuk mund ta detyrojë të bëjë diçka që nuk dëshiron. Ai thotë se thjesht po ndjek ëndrrën e saj, ashtu si çdo vajzë e re që dëshiron të zgjedhë vetë jetën dhe të ardhmen e saj. Fjalët e Melisit shkaktojnë edhe më shumë tension. Familjarët vazhdojnë të debatojnë, ndërsa ajo kërkon që ta lënë të qetë dhe të largohen. Por çfarë fshihet pas gjithë kësaj përplasje? Yusuf është i shkatëruar nga vendimi i Melisit dhe nuk arrin të kuptojë se si mund të bëjë diçka të tillë atyre që kanë bërë gjithçka për të. Ai thot Xhevatit se është kujdesur gjithmonë për Melisin dhe se nuk e ka kursyer për asgjë. Por Xhevati përpiqet ta shohë situatën nga një këndvështrim tjetër. Ai kujton Yusufit se Melisa është ende e re dhe se mund të ketë bërë gjithçka nga vetmia dhe nga dëshira për të gjetur rrugën e saj. Yusufi nuk e pranon këtë shpjegim. Ai këmbgul se Melis nuk ka qenë kur vetëm, sepse ai dhe Xhevati kanë qenë gjithmonë pranë saj. Madje ai vendos ta mbyll këtë kapitull dhe thotë se për të Melis nuk ekziston më. Por Xhevati nuk lejon që ai të marrë një vendim të tillë në kulmin e zemërimit. Ai kujton se Melisa është ende një vajzë e re dhe se një ditë, kur të kuptojë gabimin dhe të kthehet, do ta di se ata do të jenë aty duke e pritur. Me shumë qetësi, Xhevati jep Yusufit një këshill që e prek thellë. Nëse do t'i kishte braktisur sa herë që ata vetë kanë bërë gabime, atëherë nuk do të kishin pasur kur mundësinë të mësonin prej tyre. Azize dhe Devran zhvillojnë një bisedë plot ironi, tension dhe ndjenja të fshehura. Në pamje të parë, biseda nis me shaka dhe thumbime, por shumë shpejt bëhet e qartë se pas fjalëve të tyre, fshihen emocione shumë të thella. Azize përpiqet t'i tregojë Devranit se nuk dëshiron të përzihet në jetën e tij dhe se nuk i intereson nëse ai ka apo jo të dashur. Ajo madje e nxit që ta kontaktojë personin që ka në jetën e tij dhe të vazhdojë rrugën e vet. Por Devrani nuk mund të qëndrojë indiferent. Ai i tregon Azizes se nuk dëshiron që askush të lëndohet për shkak të tij dhe se, pavarësisht gjithçkaje, ndjenjat e tij janë shumë më të komplikuara nga sa duken. Kur Azize i thotë se ajo nuk është diçka që i përket atij, Devran nuk e le bisedën të kalojë kaq lehtë. Ai shpjegon se kur bëhet fjalë për njerëzit që i konsideron të tillët, ai bëhet xheloz, madje këtu përfshin edhe gruan e tij. Ndërsa në këtë skenë tjetër, Vera dhe Faruku zhvillojnë një bisedë të sinqertë, ku në qendër është marrëdhënia e vështirë mes Azizes dhe Devranit. Faruku i bën të qartë Verës se nuk duhet të heqë dorë kaq lehtë dhe i kujton se edhe ai vetë, pavarësisht dhimbjes, nuk ka hequr dorë. Por Vera është e vendosur. Ajo thotë se nuk do ta detyrojë me dikë që nuk e dëshiron dhe se nuk ka ndërmend t'i lutet Devranit. Faruk përpiqet ta bindë se personi me të cilën duhet të flasë nuk është Devran, por Azize. Sipas Farukut, Devran mendon vetëm për veten dhe nuk është në gjendje të kuptojë ndjenjat e të tjerëve. Azize përkundrazi është ndryshe. Prandaj ai jep Verës një këshill të fortë, të shkojë dhe të flasë me Azizen. Vera heziton, sepse mendon se një veprim i tillë do ta ulte edhe më shumë krenarinë e saj. Por Faruku i kujton se krenaria nuk të ndihmon kur mbetesh vetëm në dhimbjen tënde. Ndërsa në këtë skenë të fundit, Pervin kërkon të flasë vetëm me Azizen dhe e thërret të ulet përballë saj. Por biseda nis menjëherë me tension, sepse Pervin nuk ka harruar fjalët dhe veprimet e Azizes. Ajo i kujton Azizes se i kishte thënë më parë që të kujdesej për Devranin, ashtu siç ishte kujdesur ajo kur ishte fëmijë. Sipas Pervinit, Azize ka bërë të kundërtën dhe e ka çuar Devranin në një gjendje aq të rëndë emocionale, sa ai është i smur. Pervin ndihet e fyer, edhe për mënyrën se si Azize i është drejtuar asaj më parë. Ajo i thotë se
edhe nëse nuk e respekton si nen, duhet ta respektojë të paktën për moshën dhe pozitën e saj. Situata tensionohet edhe më shumë kur Devran shfaqet dhe përpiqet t'i ndalojë. Ai e kupton se Pervin po e rëndon edhe më shumë situatën, ndërsa ai është ende i smur. Në fund, Azize detyrohet të kërkojë falje, ndërsa Devrani i lutet nenës së tij të mendojë edhe për gjendjen e tij.